Prej veçorive më të rëndësishme të ehlus sunetit është thirrja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Lufta e drejtë në rrugën e Allahut, ringjallja e suneteve, vdekja e bidateve, kundërshtimi i çdo vepre të shpikur në fe dhe referimi në Kur'an dhe Sunet për çdo gjë të vogël apo të madhe në jetën e muslimanëve. Me një fjalë tjetër, pra, ehlus suneti i referohen dhe feja islame të këta është e gjallë, pra, urdhërojnë në të mirë sipas saj, ndalojnë nga e keqja sipas saj, e ringjallin fenë e vërtet, sunetin, e kundërshtojnë bidatin e cila i mvishet fejës mirë, po nuk është prej saj, dhe kur kanë ndonjë mospajtim apo kur kanë ndonjë gjykim në mes vete, i referohen Kur'anit dhe Sunetit të Muhamedit alayhis salam. Qoftë ajo vepër e vogël në sytë e njerëzve apo qoftë ajo vepër e madhe. Pra, i referohen fesë Allahut subhanahu wa taala në çdo aspekt të jetës së tyre. Dhe udhëzimet e Allahut dhe të Muhamedit alayhis salam i kanë parasysh në çdo kohë dhe në çdo vend, duke u munduar kështu që t'ju përgjasojnë gjeneratave të para të muslimanëve, të cilët u ngritën me Islam